pas 11 shtatorit. E pse thunë thoi e çliroi Kosovën? Po, sepse ai ndërhyri, domethënë që e bombardoi Jugosllavinë. Dhe ishte komandanti. Ishte komandanti i suprem i NATO-s, ëh? Pse keni dilema që çdo duhej një barbarë me u bombardu. Tani mos më çon në bombardime, un po flas për gjë tjetër. Dhe po e përmande, me që e përmande fol. Ka një intervistë shumë interesante me Democracy Now, ku thot pas 11 shtatorit shkova në departamentin e shtetit dhe më thonë që qeveria e Bushit kishte plan që në 5 vitet e ardhshme do bënte luftë kundër 7 shteteve, që ishin Iraku, Irani, Afganistani, Somalia, Sudani, Libani dhe Libia. Tani, çfarë ndodh me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Me rënjen e bllokut sovjetik dhe rrezikut komunist, lobi izraelit merr udhëheqjen, merr kontrollin e Amerikës dhe këta nisin një seri luftrash. Shkatrohet Iraku, shkatrohet Siria, Libia, Sudani, Somalia. Unë mendoj që kemi një Siri më të mirë. Një moment, të përgjigjem se po të përgjigjem. Unë mendoj, kom drejt mendoj, po jo po të lutem, po debatojmë tash. Okej, po jo, ta mbaroj. Unë mendoj që bota është më e mirë pa Asadin, edhe dinastinë Asad. Në rregull, jam dakord me ty, me çfarë çmimi? Me çfarë çmimi? Me çfarë çmimi në jetë njerëzore, jo shkatrime. Tullallaç nuk ka Zoti problem. Thanossi më herët e përmendë që çmimi gjithmonë është për liri kombëtar gjaku. Varet çka çmimi, ëh. Dhe sot jetojnë më mirë apo të lirë, a jetojnë më mirë të lirë? Është pyetje shumë e rëndësishme. Na jetojmë shumë më mirë të lirë. Jo ju, ato në Siri thashë. Edhe ata jetojnë më mirë. Jam i bindur. Zoti Matoshi të përgjigjem. Jo, se pyetja e Zotit Matoshi ishte me shumë rëndësi, se si thoshte si është e mundur që gjithë këto vende që kanë luftuar kundër Izraelit dje, sot janë me Izraelin kundër Iranit. Përgjigjja është e thjeshtë. Pati regime change apo rrëzim regjimi. Amerikanët dhe izraelitët kanë vrarë, kanë djegur, kanë shkatruar çdo regjim arab që luftonte për çlirimin e Palestinës dhe kanë instaluar regjime kukulla. Nëse do e marr shembullin e Ballkanit, sikur fjala bie serbët të ishin judejt dhe të kontrollonin Amerikën, ata do sillnin Amerikën, do rrëzonte për shembull regjimin e Enver Hoxhës apo Sali Berishës që mbështeste Kosovën, do instalonin një regjim kukull i cili do bëhej me Beogradin. Hipotetikës, nuk shpjegohen me hipoteza, gjona reale, konkrete. Regjimet që sot janë në botën arabe janë regjime quislinge. Në qoftë se ti sipas te, në qoftë se ti mbështet luftën për çlirimin e Palestinës, sikur Shqipëria mbështeste luftën për çlirimin e Kosovës, ty të vjen Amerika të bombardon. Tani, dalim tek puna e Iranit, që përmendën të drejtat e grave, demokracia etj. Unë ua kam përmendur në mënyrë të vazhdueshme që Irani është vendi më demokratik i Indjes Mesme. Shiko, pas kësaj fjalie nuk ka debat. Nëse ti teokracinë e qun vendi më demokratik, tu përfundon debatin. Në linjën e mesme. Përfundon çdo debat. Më fal zotëri. Çatena ose muj me Grizanin, ose muj me ushat që se kem dërmend, ose nuk di ku kemë me shku ma tutje. Dhe, që ta mbaroj është, Amerikanët, në krahasim me Arabin Saudita, Amerikanët nuk duan demokraci në Iran. Amerikanët nuk duan të drejtat e grave, sepse duhet të kujtojmë diçka, në datën 1 mars, një ditë pasi Izraeli nisi luftën, se kjo luftë që po bëhet tani në Iran nuk është Amerikës. Presidenti Donald Trump nuk do luftë. Kjo është lufta e atij kriminalit polak, që është kryeministri i Izraelit që kërkohet të burgoset në Izrael dhe nga gjykata ndërkombëtare penale. Dhe ditën e dytë çfarë bën amerikanët? Zhdukën një shkollë të tërë dhe vran 170 vajza. Ka ndodhi gjithkund lufta, shiko, ka luftë drejt pa drejt, po luftë humane nuk ka. Ka ndodhur edhe në luftën kundër Jugosllavisë. Ka me kolaterale ndodhin.